tash, I morëm vesh të gjitha të në sot. I kuptuam. Çfarë do ndodh, si do na pres dita, po prapë shpresojmë si zakonisht që në moment caktuar të fillojë edhe të dalë dielli. Po do presim edhe ca. Po, shiko, për shembull. Pse do dalë dielli? Çfarë duhet të bëjmë? Jo. Edhe me diell, edhe me shi, në qoftë se ke dëshirën e mirë për të vrapuar, për shembull, gjithmonë mund t'ja dalësh. Bie dakord në rastin kur kemi një dyshe shumë simpatike këtu, se ata na e vërtetojnë më së miri në çdo kohë. Nuk ka rëndësi nëse është diell, nuk ka rëndësi nëse është shi, çdo lloj problemi që mund të jetë me temperaturat, por edhe me jetën ndërkohë duhet të vraposh në këtë rast. Është mënyrë jetese. Absolutisht. Kemi kënaqësinë që mëngjesin e sotëm ta nisim ditën me Nali Sefere dhe Marxhen Bokçi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi që jeni me ne. Tani shumë përshtypje na bëjnë të gjitha maratonat edhe fitoret tuaja, po para sa të shkojmë atje, partner edhe në vrap, edhe në jetë. Si nisi historia juaj së pari, pastaj të kalojmë edhe tek pistat e tjera. Marxheni e tregon më mirë. Kujdes Marxhen se mos harron ndonjë detaj. Absolutisht, shqyri kam bajt shënim mbrëm. Okej. Ishte një histori shumë interesante, ishim në Pogradec, duke bërë maratonat e zakonshme, individuale, tentativ për 10 kilometra, edhe arritje e vendit parë si gjithmonë 21 kilometra. Unë, një ndër pasionet e tjera të mia është edhe fotografimi dhe fatmirësisht Nali më ngataroi me fotografin e eventit dhe më thot, a mund të m'japësh ndonjë foto? A që desh, të kalon të direkt nuk. Po sa e bukur, po fix, imagjino ti që bën nga tresat që duam. Je, domethënë, I lodhur aty I raskapidur edhe të ngatron me fotograf. Me fotografin. Sa bukur. Dhe pastaj ai që desh, pastaj fillon të kontakti. Pastaj filloi seti fotografik. Ç'a ndodhi pas asaj batute, e cila kam përshtypjen mund të jetë kthyer me batutë nga ana jote? Jo, u kthye me një premtim. Okej. Thash nuk kam fotografitë tua, normalisht, sepse nuk jam fotografi I eventit, por të maratona e radhës që do hasemi me patjetër që po. Nuk I të bëj ca foto tani të dërgoj, më nis pak numrin. Ishim gjanë distancë, kur më ngataroi. Kështu që më shkruajta, pastaj u ritakuam në maratonën e radhës, që ishte trail, aty nuk ka diskutim kush e fiton trailin. Po, a kishte konkurrencë në atë rast, se për shembull ishte të dy për vrap edhe mund të fitonte njëri, se të dy luftarak shumë, edhe nuk besoj që alini vendin njeriu tjetër për të fituar garat, përveç njëri tjetrit ndoshta. Mos ngatarojmë, unë jam gjithmonë në garë me vetveten, kurse Nali me 800 pjesëmarrësit. Po Nali, ç'ke për të thënë tani ndaj asaj deklarate? Unë Nali mirët me sport prej moshës 19 vjeçare, jam kanë edhe voleybolliste profesionale. Pastaj kom ndjek disa kurse ku jam bë dhe personal trainer, edhe vrapimit ja kom nis thjesht si për qef, ku më ka pëlqyer kur kom dalë me vrapu, edhe pas 2 viteve radhazi që kam vrapuar, ku mora pjesë në 14 maratona, edhe 12 maratona arrita me dalë fitimtare. Edhe aty e pash kapacitetin tem edhe nuk jam dalë asnjëherë. Ndërkohë, më pas maratonat pasi ishit çift, se më pas kaloi padyshim edhe frymëzimet e njëri tjetrit dhe kur shikojmë edhe kur dëgjojmë për historikun tuaj, janë maratona aq të gjata edhe sa duket gati të frikshme për ne, domethënë për një audiencë normale, cilat kanë qenë më sfidueset edhe më të largët. Me të drejtën, vrapimi nuk është një sport edhe shumë I lehtë, edhe sidomos nëse nuk e ke edhe përkrajen edhe e partnerit në këtë rast, se kur ti je single e ban shumë ma lehtë, nuk ki shumë obligime. Mirë po, kur t'je e lidhun edhe sidomos kur t'je në këtë rast, si kurse one, pa e pas për krajen e Marxhenit pa tjetër që s'kisha mujt me ja dalë, me ju thonë drejtën, se shumë shpesh ndodhë që ndodhët me jalon djalin Marxhenit edhe me dalë me vrafu, bile me luti dha Marxhen, kjo sot veç 10 kilometra, hajti baj 15, hajti baj 20. Po, do me thënë që ti le të themi I lutesh në thonjza për të bërë më shumë kilometra. Po, e vërtet është. Okej, po se zakonisht sa stërvitesh në mënyrë të përditshme? Unë jam stërvit shumë a shumë, ju thonë drejten, për arsye se jam kanë edhe shumë a lirë, s'kum pas shumë angazhime, kurse tasht kam shumë a shumë obligime, edhe mundona që palestrën mos me neglizhu, ushtrimet e forcës, ku ushtroj pothuajse 5 herë gjatë javës. Kurse me vrapim,
Mirë nga zakonisht kur të është edhe margjenin pushim të shtuneve dhe djeleve, ku kam qef me bo distanca ma të gjata. Po kalojnë atë përgjigja, Adelina, kërkoj falje se dolëm për... Jo, shumë mirë, se në mori dhe ne biseda. Maratonat ma të fështirat, cilat ku marrë pjesë, unë ka qenë maratona ultramaratona faktikisht e Pelisterit, ku ishte 27 kilometra, ku i vrapova dikun për 6 orë e 10 minuta. Ajo u kanë vrapim malor, do me thonë, 100% vrapim malor, edhe u kanë vrapimi ma i vështirë i jetës teme. Ka pas pjesëmarrës prej shumë vendeve të ndryshme, edhe kur arrita te finishi, kur e kuptova që unë jam renditë në vendin e dytë, thjesht. S'më isha me kuptu se jam konë shumë amatore sa i përket vrapimit në atë. Amatore vëndit dytë, thotë. Me besoj jam konë aq amatore sa që atletët i kom pas për asfalt që vrapohet, kurse unë e komendu që janë për mal. Edhe ma ato atlete kam vrapu, edhe më besoni se kam qef shumë e kone sinqert me vetën tem, unë e kum humbë rrugën, se mi vrapu 27 km nuk është let me mbajt men terenin ose me i përcjell shigjetat cilat ta orientojnë rrugën, edhe sikur mos ta kisha humbë rrugën, më besoni që edhe vendin e pare kisha marrë. Dhe thot, imagjino, ka pasur të gjitha vështërsit, nëse s'do kishte këto vështërsi, do ishte në Alim vënd parë, 7, 8, 9 vënd e bosh, pastaj të gjithë të tjerë. Beso, edhe gjatë vrapimit. Ka ndodhë. Po thash, me që ishte malore, mund të ishte më... Ka ndodhë. Par vjetë ka ndodhë, si është kjo, se me qënë se jemi këtu tashme? Par vjetë Nali fitoj për herën e dytë garën e Prekasit, një ndër garat që Nali e ka më afër zemrës nga shumë anë, dhe vëndi i dytë arriti me 22 minuta e pak sekonda distancë nga vëndi i parë që ishte Nali. Pra, pimi kafe. Ngrët buk, kujdesu për në Pimi kafe dhe pritët sa të vinte vëndi i dytë. Ndërkohë, e tha Margjeni që e ke për zemër pikërisht atë garë. Pse e ke për zemër atë garë? Po, ajo datë e shënon një ditë shumë të rëndësishme për neve, për Shqipërinë, edhe mbi gjitha që është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit, për mu e ka një rëndësi tepër të veçantë, edhe këtë vit ishte hera e 4 që merrnim pjesë. Edhe 3 herë radhazi që ku marrë pjesë jam shpallë kampioni, do me thonë vendin e parë. Vitin e kalun isha 7 zanë, po dëshira ishte aq e madhe për me marrë pjesë. Normalisht marrëm pjesë me Margjenin. Edhe pse 7 zanë marrë pjesë në garë? Po, Adelina, unë edhe kur jam kanë 7 zanë, kam vrapu. Tani, se duket shumë e pamundur për një pjesë dërmuese, dhe po ndihem shumë në siklet unë që nuk vrapoj edhe kështu. Jo, më duket, ja, tani edhe unë pres të digjoj këtë përgjigje. Sa ke vrapuar për gjatë 7 zanis, dhe se janë dhe gara për më tepër, jo se dola po tentoj të mbaj vete. Çdo ditë edhe gjatë 7 zanis ka vrapuar? Çdo ditë, dhe me shumë krenari e them, falmeje, ka bërë vetëm 16 kilometra se aq mund të mbaja unë. Aq mund të mbaje ti? Që që nuk e ram në një dakordsi që vrapimin do e bënim bashk, dhe për çdo ditë ishte premtimi do dalim për vetëm 10 kilometra, dhe mbas 16 kilometrave, kur këmbët e mia ishin stop, Nali thote okej. Po ndaloj, po ndërkohë mund të bënte vrap vetë edhe më shumë, qoftë se ndaloj. Po, pa tjetër. Po, tani, doktoresha ose mjeku që të kanë ndjekur gjatë periudhës shtatzanis, nuk të thoshte gjë për sa i përket vrapit, pra? E falenderoj shumë, falenderoj shumë këtë rast doktoreshën Eliona, edhe jam shumë e fat që jam kanë paciente e doktoreshës, se ka pas shumë njohuri sa i përket jetës një sportisteje gjatë kohës shtatzanis, edhe me sugjerimet e doktoreshës, unë e kumë përfundu një shtatzani shumë të suksesshme, ku ma ka leju me vrapuone se e ka ditë kapacitetin tem, që nuk jam sportiste e sotshme, do me thonë unë e kam një karrierë bajagi të bojtshme me sport, edhe më ka dhonë leje, edhe më ka dhonë vetbesim, që unë do me thonë deri një muj para se me lindë, kom vrapu. Më pak se një muj. Imagjino, madje doktoresha duke thënë, e keni parë Nalin që vrapon, pse ankoheni ju pacientëve të tjera? Jo, është në base... Është të duar tërkitër pa tjetër. Shëmbulli më i mirë që i jep ti për faktin që të pasurit të aktivitetit fizik gjatë jetës, të qenit një sportiste
ose të marrurit me sport gjatë jetës të ndihmon edhe në një periudhë që mbase disa vajza e përjetojnë më rënd, ose disa vajza e përjetojnë pak me jetë sedentare, pra që ndrojnë pa lëvizur për shkak të merakut për fëmijën e tyre. Po varet këto se si ju shkon shtatzania gjitha femnave, kisha dasht me undal shumë këto dhe me thonë nuk ju kisha sugjeru me u marrë gjitha femnave me sport, sidomos ato femnat cilat në të kalune nuk janë marrë me aktivitetet sportive, se ka rrezikshmëri shumë të madhe dhe nuk ja vlen me rreziku shëndetin e bebit. Mas pari, pastaj shëndetin e tyne, gjithmonë ju kisha këshillu me u konsultu pa tjetër fillimisht me doktoreshen, edhe pastaj me marrë një personal trainer, ku me udhëzimet normalisht të personal trainer, a i ka udhëzimet cilat mujnë me indimu personit në fjalë, me pas një shtatzanit shëndetshme, po edhe mos me undje keq, se ky miti vallajnë si këtyne herë kur u kanë, kur t'je shtatzon veçri para televizorit, shtrinjo, po shos ajo dohet. Jam shumë kundër me ju thonë drejten. One këta muj me paraqit në mënyrën më të mirë të mundshme, kam dëshmitare dhe margjenin edhe gjithë njerës që kanë përcjell jetën tem në Instagram, që one pas 6 ditëve, ditën e 6, pasi që kum lindë, une kum dali kum ba 10 kilometra. Kjo është shokuese, realisht, do me thënë, kështë qeshtin që kështë lindur, dhe dole të vrapoje. Po si ndiheshe ndërkohë, si ja dole, a ishte e përballueshme? Besoni që me thonë realitetin, une doja me vrapu edhe ma shumë. Gjithmonë konfliktin ma të madhë me margjenin e kam sa i përket kilometra. Unë jam frena. Shqyr se kush e di. Bravo, ajo është vetëm gazi, e? Po me vërtet. Okej. Po, shiko, se si ka mundësi se normalisht që është një lloj procesi i cili në ditën e 6 më duket realisht e habitshme. Teksa e dëgjoj që ke qenë edhe në formë. Po s'kishe frikë në asnjë moment se këtë po thonim dhe në fillim, si është e mundur. Po me ju thonë drejtën, une nuk kisha frikë se une e njoh veten time edhe e njoh kapacitetin tem. Edhe me ju thonë drejtën, une aqë shumë kom ushtru palestër gjatë kohës para se me të shtatzon, sa që e nisha vetën tepër në formë, plus që nuk isha vetëm, pa tjetër që ka dale, e nisha vetën në formë ku të tham në atë kuptimin që unë isha shumë e sigurt. E kisha partnerin afër vetës, e kisha frenën afër vetës. Fren, po 10 kilometër i bëri dhe ditën e 6. Po, i banëm edhe, me ju thonë drejtë nuk ka një eksperiencë shumë e mirë se as vetë s'kisha mujtë me besu që ditën e 6 me i medale dhe me vrapu. Po familjet respektive ndërkohë, për, le themi, për këtë lloj aventure që ti ke pasur, çfarë mendonin, çfarë thonin, kur mendonin faktin që ti je shtatzën edhe vetëm vrapon. Ti je në ditën e 6 pas... Po rionali rrimer pak vete. Në thonë drejtën, familjarët e mi janë shqetësu tepër shumë për gjendjen time. Tepër, bilëm nanës tem, unë shumë kisha probleme i tregu, po normalisht merke informacione prej tjerve. Sone jam nga Kosova, edhe kur shkoj shumë e margjenin në Kosovë, nana vetëm kishte dëgjuar që unë vrapojsha gjatë kohës shtatzanit. Nan të lutna, nan me bane bebi një herë, masa nina vrapon. Po, me thonë drejten, stojnë kotë që vrapimi është mbretëresha e gjitha sporteve. Dhe ka treguar më së miri edhe në rastin tuaj, po ndërkohë, se po thonim shtatzanin, momentin që pas 6 ditësh pasi kishte lindur dole, po para saj, momenti ku një nga sfidat tuaja që u dha dhe lajmi për pritjen e ëmbël. Duam të dim pak më shumë edhe rreth asaj sfide që triumfoi në disa mënyra. Lajmi u morë vesh mbasi në 2024 Nali bashkë me mua nisëm një aventur të bënim me vrap gjithë Shqipërinë. Nga Shkodra në Sarand, në Leskovik, Ersek, Gjirokastër, derisa erdhëm në Tiranë, i distancë për 534 kilometrave, në 21 ditë, diku të 23 kilometra dita i bjen mesatarja në gjithë terrenin, dhe mbas një buje, mund të them, me modesti për Nalin nga ana mediatike edhe sociale, erdhi plakosi heshtja.
Dhe pyetjet më të zakonshme ishin, a është lëndu, a ju i erdhi vrapi në majtë hunës tash nuk do me vrapu, s'ka më mundësi. Derisa në maratonën e radhës neve vrapuam bashk, në distancën 10 kilometra në Elbasan, dhe u kuptua që Nali kishte bërë këtë pauzë prej 3 muajsh vetëm se ishte shtatzan. Do të thotë pas përfundimit projektit, në përfundim projektit, 2 ditë e fundit sidomos, kisha pak ma shumë vështirësi për gjatë vrapimit, më marrëshin mend shumë. A e dje në atë moment, apo në vrapimin e parë? Asnjëherë s'm ka shku mendja mua, absolut se me u thonë drejtën ky rast jam që unë e kom betë shtatzan për gjatë vrapimit është një në 1000 raste, se kur të vrapon atë shumë një femë, sidomos një femën, do të thotë trupi asaj nuk prodhon shumë yndyrë, edhe kretë si që dim, për me mbetë një femën shtatzan duhet me pas edhe yndyrë trupi. Kështu që edhe doktoresha është shoku me rastin të. Nëse mbetim, se nuk kemi dëgjuar shumë në këtë rast, është problem për vajzat kryesisht që merren me sport të tillë me vrapimin, është problem që të bëhen nëna? Nuk është problem, tash të mos. Ose e vështirë të paktën. Mbase duhet lënë një farë periudhe pa u marrë me sport. Si funksionon? Do të rasti konkret thot ndryshe, po në të zakonshme. Patjetër parametrat mjekësor. Mirë, po mos me bë distanca të gjata shumë. E unë isha një vrapuse e distancave të gjata edhe ishte diçka e pamundur me ndonë në rastin tim. Nëse edhe kur u përfundu në maratonat, thjesht nuk unë ndjesha mirë, kur u përfundu projekti faktikisht. Po Gradec ka qenë e para, ditë që ishte e vështirë. Po, mërë tre vrapimet e fundit. S'mesha me besu. Edhe kur u këthym Tiranë, masanina, kur e kuptova që ku me të shtatzan, ishte me vërtet një ndjenë shumë patjetër tepër e mirë, po thjesht nuk e kisha prit për asnjë moment. Po shqyqër Zoti që ka ndodhur. A ishte kjo maratona më e rëndësishme e jetës tuaj? Garant më e veçanta. Diçka më ndryshe, patjetër. Përfundimi i projektit me ardhjen e lajmit që do ishim prindër. Po për të rikthyer vetëm pak tek pjesa e shtatzanis dhe gjendjes fizike. Mos harrojmë që Nali në atë periudhë ka bërë 530 kilometra, por për t'i arritur ato, përgatitja ka filluar që nga janari dhe 3 kile nën pesh, 30 kilometra mesatarja e vrapimit në Tiranë për çdo ditë që ka falë Zoti. Kështu që gjendja ishte, siç thanë mjekët, ekstra fit, pra niveli i ndyrnave ishte në minimumin e mundshëm. Kjo e bënte mrekulli shtatzanim. Ndërkohë, sepse ti ndërkohë kishe bërë një revolucion me trupin tënd gjatë asaj kohe për të kapur këtë sfidë, Po patjetër ajo është si pjesa dekorative e fundit, domethënë pjesëmarrja në maratona e kështu. E gjithë puna e lodhshme është stërvitja. Unë u zgjohesha dikun rreth orës 4:30 në mëngjes, edhe delsha, me ju thonë drejtën edhe në këtë mënyrë e ku mësua në Tiranën. Të dalë me vrapu në mëngjes, më pëlqen shumë e u zgju herët, me dalë herët me vrapu. Në ora 7, veç e kisha vrapimin e përfunduar, pastaj vazhdojsha me klientelën, se punoj edhe në palestra të ndryshme në Tiranë. Dhe janë iskëdita në mënyrën më të mirë të mundshme. Nali, po 30 kilometra, për shembull, si ishte itinerari jote, se pyetja e fundit është mos edhe duhet ta mbyllim. Çfarë itinerari mund të bëje ti në 30 kilometra në qytet? Me ju thonë drejtën, unë kur dal me vrapoja një andej nga më thot mendja, edhe muj me bë një rrugë për shembull 5 kilometra, muj me përsëri 2-3 herë. Edhe ato bëhen 5. Kështu them Sovaja Tirana. Kushdo që ka vështirësi. Zgjidhja më e mirë për neve atlet është liçeni patjetër. Tirana është shumë e fat që e ka liçenin. Aty dikon rreth 15 kilometra i baj zakonisht, i bajnë po menoj. Ne vërtet ka fluturuar, se dorim që bisedën ta zgjasim e të vijonim se kanë realisht kaq shumë histori dhe kaq shumë fitore për të treguar, sidomos për Nalin dhe padyshim shembull shumë i mirë në këtë rast për Marxhenin që po thoshte po të mos ishte, do ishte shumë e vështirë, pa këtë frenën e nevojës.
nevojshme. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Të jesh gjithmonë e para në gara, jo për gjë, po dallon nga Garant. vullneti edhe është një shembull shumë i mirë që vullneti, pasioni dhe sporti duhet të jenë të treja së bashku. Faleminderit. Unë po ndihem ciklet tani, po sfida. Se u kujtova, tani Nali, unë kam një sfidë për ty, kjo do jetë më e forta dhe më e bujshme e karrierës tënde, që këtë vajzën deri në qershor ta bësh vrapuese. Unë nuk E bën dot Adelina që t'jetë një vrapuese e mirë deri në qershor? Se po i thaj që unë nuk vrapoj kur, do me thënë, maksimumi... Po pa tjetër që po mua u mjaftoj 21 ditë me marrë Adelinën, me trajnua dhe... Bravo. Adelina? U kry. U kry? Unë këtë, i thash që sot do t'a bëj, shife, kemi të filmuar. Po, s'me gjenë mua nëse nuk jo e bëj. për gjë, se pastaj do fillosh të bësh gara, se ty në qep. Po, aq. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë, shkëputej